Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka publikuar një video nga rruga drejt kishës së Shnandod në Laç, ku tregon se është bllokuar në trafik dhe me humor shkruan: "Duhej të isha nisur më herët." Pavarësisht situatës, ai nuk e ka humbur ndjeshmërinë e kësaj nate të veçantë dhe ndau një mesazh të ndjerë për ndjekësit e tij, kundër të tjera shkruan: "Natë Shnandod, natë shenjtë si fjala e nënës. Kush lutet me shpirt, e s'din me u dorëzu, Shnandoja hap dyert që si qel dot askush." Mesazhi i tij është përhapur me shpejtësi, duke prekur zemrat e shumë ndjekësve që e kanë përjetuar rëndësinë e kësaj nate në mënyrë të veçantë. Me këtë gjest, Luizi dëshmoi edhe një herë se përtej famës dhe humorit, ai ruan vlerat shpirtërore dhe lidhjen me besimin. Fansat e kanë vlerësuar mesazhin si shumë prekës dhe inkurajues, veçanërisht për ata që janë në pritje të një bekimi apo kanë kaluar vështirësi. Një natë shprese, reflektimi dhe lutjeje, e ndarë nga një zemër që nuk haron rënjët e veta. Dhe mes gjithë dritave të makinave që qëndrojnë në radhë drejt kishës, mesazhi i Luizit u shndërrua në një dritë të brendshme për shumë ndjekës. "Për ty që ke vuajt, për ty që ke prit, për ty që s'ke heq shpresë, kjo natë është e jotja." Këto fjalë u ndan gjerësisht në rrjetet sociale duke u bërë simbol i ngushëllimit, forcës dhe besimit. Luizi nuk e pa trafikun si pengesë, por si një mundësi për të reflektuar, për të ndarë mirësi dhe për t'i kujtuar çdo kujt që Shnandod dëgjon edhe atë që nuk thuhet me zë, por që zemra e mban brenda me lutje të heshtura. Ai e mbylli me një mesazh të heshtur, por të fuqishëm: besimi nuk njeh orare, nuk njeh rrugë të mbyllura, ai gjen gjithmonë mënyrën për të mbërritur atje ku ka nevojë një shpirt. Dhe në atë rrugë të gjatë drejt Laçit, mes qindra dritash, ndoshta një zemër është ndriçuar më shumë fal atij mesazhi. Në atë trafik të gjatë, në atë rrugë të mbushur me drita, ndjesi e shenjtë dhe durim, Luizi jo vetëm që u bë pjesë e një pelegrinazhi, por edhe simbol i një besimi të heshtur që flet shumë. Ai dëshmoi se çdo hap drejt Shnandod është një hap drejt shpresës, dhe çdo pritje është një provë e qëndresës. Mesazhi i tij nuk ishte vetëm për ndjekësit, por për çdo njeri që e ka ndjerë ndonjëherë peshën e pritjes dhe të lutjes së sinqertë. Sepse kjo natë nuk është thjesht një udhëtim fizik, por një udhëtim shpirtëror ku secili shpreson të gjejë përgjigjen e vet, një shenjë, një dritë, një prekje të shenjtë që i thotë: "Nuk je vetëm." E Luizi, me fjalët e tij, ia tha këtë secilit prej tyre.